Fenomeni shkodran Luis Eli ka rrëmbyer vëmendjen nga Big Brother VIP 4 i cili po realizon prajmin e radhës sonte. Shkodrani i zemrës ka treguar edhe njëherë se sa energjik dhe i talentuar është. Ai ka publikuar një video në profilin e tij Instagram ku nis të kërcej me energjinë e tij të madhe dhe të pashtershme. Mbrëmja e sotme pritej që vëmendja të ishte e fokusuar pikërisht tek banorët e Big Brother VIP të cilët sonte janë duke realizuar prajmin e tyre. Por për ironi të fatit, vëmendja e publikut nuk ishte as pak tek spektakli dhe konkurrentët brenda shtëpisë. Arsyeja ishte se shkodrani i zemrës Luis Eli, i cili me një lëvizje të papritur arriti të zhvendosë të gjithë fokusin tek vetja, duke lënë në hije të gjithë banorët. Fenomeni shkodran Luis Eli u bë kryefjala e rrjeteve sociale në shumë pak minuta duke i bërë njerëzit të largonin vëmendjen nga spektakli dhe të fokusoheshin tek ai. Edhe pse produksioni kishte përgatitur përballje të forta dhe surpriza për banorët, komentet në rrjet ishin të gjitha për Luis Elin. Të gjithë mbështetësit dhe dashamirësit e tij kanë reaguar menjëherë, por sa kanë parë videon e publikuar nga shkodrani i zemrës. Ata kanë vërshuar me qindra mijëra komente dhe mesazhe kundrejt fenomenit shkodran, i cili si gjithmonë ka pushtuar rrjetet sociale dhe ka dhuruar një energji të jashtëzakonshme që askush tjetër nuk mund ta dhurojë. Fansat e Luisit e bën të qartë se ai mbetet ende mbreti i vërtet i këtij formati. Në çdo cep të rrjeteve sociale, komentet dhe postimet janë të mbushura me emrin e tij, ndërsa shumë shprehen se prajmi nuk ka më atë tërheqjen që kishte në edicionin e tij. Fenomeni shkodran Luis Eli ka ende pushtetin për të lëkundur vëmendjen e publikut dhe për të bërë që edhe një spektakël madhështor si Big Brother VIP të mbetet në hije. Pyetja e madhe tani është, a do të reagojë produksioni për të rikthyer interesin e publikut tek formati i këtij viti? Apo do të pranojnë se Luisi është ende lojtari më i fortë dhe më i jashtëzakonshëm i Big Brother VIP, edhe jashtë shtëpisë me një video duke kërcyer ashtu mund të rrëmbej vëmendjen e publikut shqiptar. Me siguri të gjithë janë fokusuar vetëm në pamjet që ai ka vendosur të ndajë sonte në mbrëmje me publikun shqiptar.